Do kalojmë tek Tek receta supa. e supës. Një supë e cila do të shkoj shumë mirë edhe pse jo me Një supë sërish, pra, kam lule lakrën dhe e vazhdoj me supën e lule lakrës. Kemi atë ujin që kanë zier perimet, pra lule lakra dhe brokoli. Kam vendosur perimet që unë nuk i doja, për shembull çfarë? Ja. Lulet, një patlıcan, një qep, karrot, dafin, sikurse edhe piper, kuq, miksin e piperëve. Kam shtuar dhe nga lëngu tjetër dhe që s'po duhet asgjë. Më duhet qepa, qumshti, kripa, piperi, një thelpi hudër, është opsionale nëse doni, po në të kundërt jo, pak djath për t'i dhënë atë shijen. Pana, nëse s'keni pana, vendosni qumësht. Qumshti bashkë me panën, hollon panën, sepse ka, normalisht ka ato yndyrat e tepërta, dhe në aksion apo i lexon? I lexoj njëherë produktet, një shpejt e shpejt dhe do ta gatuaj më njëherë pas shkëputjes promovimit të suplementit bimor. I lexojmë njëherë së bashku supën, produktet e saj, me lule lakër dhe patate, një supë e shpejt e domosdoshme, në çdo vakt mund të konsumohet. Një lule lakër mesatare, qep e bardh, patate, një lugë gjalp ose vajulliri, lëng perimesh ose ujë, 200 ml qumësht ose pana, krip piper për shije, arë moskat gjithashtu dhe djath i grirë sipër. Në momenti që do të bëni ato suflen, keni ca lehtësira, sepse gjysmat e produkteve i keni gati edhe për supën. Kështu që kur të përgatisni suflen, mund të përgatisni dhe supën dhe ja një drek e kompletuar, supa edhe tava. Më pas, kemi dhe hithrat këtu. Mbarojmë recetat e do të përgatisim një ekstrakt me hithra, si thua. Po, patjetër që po. Kemi qenë studente të mira këto ditë. Kemi marrë informacione shumë të mira me bimët natyrale. Le të kalojmë tek supa, se e lam për gjysmë, sa hoqëm këtë pjesën e... Jo, sa bësh qepa, që do kohën e vetë, shumë i bërë që. Atëherë, këtu kam qepën e grirë dhe e shtoj me, vazhdimisht shtoj ujin e bulionin ose ujin e perimeve. Kam lule lakrën e zjerë, nuk e kam zjerë tërsisht, nëse do ishte e zjerë plotësisht, normalisht do bëhej qullë, do bësh për qofte. Tu. Ne kullojmë ujë, se dihet që patatet në ujë qëndrojnë më mirë, nuk oksidohen. Dhe lë që të marrin val patatet. Normalisht do të kaloj në blender, gjithçka. Do të kaloj pjesën një përzierje të mirë. Ne kemi lëngun e perimeve. Mund të shtoni dhe ujë nëse nuk e keni, ose nuk e keni përgatitur. Dhe pak zgjal. Gjalpin e tretur. Do të shtoj masën e kripës, pak me tërbjet, piper dhe arëmyshk. Do thoni ju, ku është arëmyshk, ku është dhe piperi, patjetër sepse kanë shije të kundërta, nuk do thot që ne shohim një grirje në ngjyrë të errët edhe janë njësoj, absolutisht japin shije. Shpesh dhe me e dura është që ne duhet të dimë lidhje midis erëzave dhe bimëve aromatike. Jo çfarë erëzi gjejmë ne e shtojmë, ose çfarë bimë aromatike që kemi në shtëpi, unë tani të marr dhe të shtoj me energjik. Absolutisht jo. Bëj sërish të përzierjen e duhur. Duke i shtuar masën e qumshtit në
përzierje të lehtë dhe e lëm që të marë vlim, pra që të vloj. Derisa të vloj, a kalon të hidrati, Niki? Jo, ne do kalojmë pas publicitetit i thra, si thua, se kanë çik punë kjo. Atëherë u marr, e shtyp udhrën. Shtyp edhe udhrën, ndërkohë supa ishte shumë e thjeshtë dhe çdo supë është shumë e thjeshtë, ndaj nuk ka asnjë justifikim të mos i përdorim çdo ditë në kuzhinën tonë.